Shkodër, e cila si gjithmonë është e hapur për aktorë dhe faktorë të ndryshëm të jetës sociale në Shkodër. Kohët e fundit keni organizuar një veprimtari 2 ditore në lumin e Shalës, festa e lumit të Shalës, më duket e keni titulluar, por në ditët e fundit edhe një tjetër veprimtari sa humane, aq edhe si thua intriguese në jetën tonë, siç është lyerja e dyshemës së urës së bunës, së vjetër të bunës. Janë 2 veprimtarit më të fundit. Ndoshta me këto impulse mund ta fillojmë edhe bisedën tonë sot. Çfarë ishin këto veprimtarit të më fundme të organizatës suaj? Janë disa aktivitete, disa nisma që ne mundona me kriju, që më bashku sa më shumë rinia, rinis vet, natyrës, sensibilizim, ose sidomos vullnetarizëm, pra. Sepse është nevojshme që në këtë vit, po këtë periudhë që shoqënia më afro sa më shumë njëri me tjetër. Në posa ndjenjën e vullnetarizmit, me shërbim komunitetit edhe ashtu dhe më socializu. Festa në lumin e Shalës ishte një festë që mendoj me bën në hapjen e sezonit, por ku ka më bukur me festu rinia afër lumit, afër malit, afër pyllit, sepse njësohet sa më shumë me natyrën. Ishte një festë ditore, kur morëm pjesë në numër shumë i madh trish, afërsisht 353, në një vend shumë të larg, sepse është një sukses kur shkon një vend kaq larg ka shumë persona. Bashkuar bëmë një festë natyrë, një festë krejt mes yjeve, mes zjarmit, me serinis bukur të kësy, të vallëzu, të tregu histori, e mos ne vazhdojmë eksperime dhe gjëra të tjera, aventura të tjera që mund të na afrojnë natyrës, sidomos një rini shumë e bukur. Po mirë, natyrisht diçka e tillë dhe nuk është edhe shumë e lehtë për të organizuar. Si u morët me detajet e kësaj veprimtarie? Sepse këtë vit më duket se veprimtaria ka qenë më zgjeruar, 2 netë, 3 ditë. Patjetër, ishte hera parë që ne organizuam diçka më të madhe, sepse ne bashkë mund të me një ditor të pjesë, për të pasur ne kena një eksperiencë për 3 vite në aktivitete të ndryshme, kur mund të kenë shku pak a shumë te 315 aktivitete për 3 vite. Kena një eksperiencë e kishte shumë e kollaj për ne me bën një aktivitet të tillë, sidomos kur është një vend shumë bukur, një vend që ne vetë e kena promovu për rinin shqiptare, kena promovu dhe ishte shumë e kollaj të menduar që të shkojmë për një vend thjesht me shiju atë vend, me promovu natyrën dhe sidomos me kriju me atë grupin muzikor që ishte, që erdhi dhe më thanë diçka shumë të bukur. Por këto aktivitete janë thjeshta sepse ne organizojmë festivalin e poezisë pa butuar, që është një aktivitet pak më shumë i rëndësishëm mund të më marrë vetë. Po eksperjenca jonë në aktivitete për ne ishte shumë e thjeshtë me kriju këtë aktivitet. Ju ngritët edhe kapacitetet sepse për të qëndruar në një kohë. Patjetër, ne bëmë një kamping përveç festës natën, ne bëmë një kamping me çadra. Pra morë me çadrën e veti, për me fjetë, aq si fjetës, në kena fjetat natë, varkat, çadrat, pra një vend që ja thjesht me shku me këcy, ja thjesht me kënu, por thjesht me fjetja dhe atë në tokë, se është shumë e nevojshme me rikëthy një tradizë vjetër fjetjes në tokë. Ja me rikëthy mbrapa metet, me rikëthy natyrës, ne kena atë problemi, kena shqetësimi më të madh që njëri persona trit me prek natyrën sa më tepër me kuptues se sa rëndësishme është. Këto aktivitete në fakt nuk janë vetëm thjesht argëtuese, po janë edhe sensibilizuese që me rikthy personin te natyra, me kuptues se sa mirë. Pikërisht pyetja ime ka të bëjë me qasjen që ka organizata juaj me natyrën, me resurset tona, me mbrojtjen e tyre. Mund të më tregoni diçka rreth këtij vizioni që organizata juaj ushqen vazhdimisht? Patjetër, edhe përpara se me kriju Ekomani, kena kanë aktivistat në Shkodër, kur mund të kujtaj ja vetëm protesta kimike apo pastrimit të ndryshëm natyrë, edhe para se më kriju Ekoja. Edhe ashtu filloi si një hap shumë i madh, mendoj që me socialisëm më bëi fije më të madh. Kuptimin që vetë Ekomani ka emrin Ekomendje, imanje pasër raport me natyrën edhe me njerëzit. Ky është kuptimi i Ekomendje, a? Po. Pra të menu që fillume prej të emërtimi i organizat, atyre menu që qasjet e sensibilizimit kanë me kanë shumë impact shumë pozitiv ashtë e para, mëse paktin e madhë që të po që ne jene të menu me bëti qak mirë për natyrën, për njerëzit, për rinjë, sidomos edhe njerëzit nevojë, atyre menu që ka me pas momente qasje shumë pozitive dhe kështë që u arrit diqa sepse të po aktivitetit, të po njerëzit që marrin pjesë, të po atë shenat të i shërby qytetit,
atëherë kjo është një sukses edhe ne jena të lumtur që arrit me këtë misionin, sepse çdo gjë ka filluar në nismë vullnetar, ashtu si ashtu të vazhdoj tash. As nuk ishte sponsorizime. Si ishte piknisja e kësaj organizate? Atëherë para se më kriju vetë organizata, ne kena marrë pjesë, kena kriju aktivitete vullnetarizmi në Shkodër, si pastrime, si udhëtime me bicikleta, si sensibilizime, si advokime. Të kanë kënë momentet e para, të po që ne kishim një sukses në qasjet qytetare, atëherë më numë edhe organizate. Në organizate ka fillu krejt, ishte të thanë, po sponsorizime, po mbështetje aktorëve të ndryshëm, ashtu si është edhe tash. Pra të kanë që është një organizat që është më afër qytetarëve, është me ata kam në tokë, atëherë përfshimi ishte më madh atëherë. Me sa po kuptoj, ka qenë një bashkim vullnetar, një shoqërie, një miqësie, një miqësie, një vizioni për natyrë, një vizioni për njerëzit nevojë. Ata kanë kënë fillimet e saj me pastrime natyrë, me udhëtime me bicikleta, atëherë filluam me vullnetarizëm të shtëpiat më shumëve. Ata kanë kënë aktivitetet e para, pra pastrim, protesta arme kimike, një lyme mencen e shtëpisë më shumëve, ata kanë kënë ata gjenet e para ku impakti i parë ishte shumë fantastik. Përfshimi ishte shumë e madh, atëherë ne vazhduam me këta hapa. Më vjen shumë mirë që jena vitin e tretë kur jena vetëm rritje me aktivitete, pra. Janë shtu numri aktivitete, ashtu numri i problemeve që ne jena të zgjidh, i gjanave që ne jena të advokull, kështu që misioni për ne është kryer. Po, natyrisht që të ndërmarrësh veprimtari të ndryshme, që të ecësh në rrugën e misionit që ju keni caktuar vetes, duhet natyrisht një mbështetje se që të lyesh duhet të kesh bojën, që të kesh bojën, duhet të kesh një lloj mënyret për ta blerë, diçka të tillë. Pra nuk janë ndoshta shpenzime kolosale, por gjëra të vogla që tregojnë shumë. Atëherë si siguroni ju këto burime? Nëse mund të flasim për rastin e fundit, për shembull, jam i sigurt që ajo gjatë që bëmë që na të bë, ju është dhuruar. Po tjetër, ajo kishte dashur shumë milion lek për me bërë punë që ne na të bë. Po ne kemi bërë në mënyrë vullnetare. Bëhet fjalë për lyerje. Po boja na është dhuru. Ata brushat një kishim dy embleme, ne kena mësuar tash me lyse sepse kena eksperiencë në vullnetarizëm, kështu që bëhet kur është dëshira mirë, kur është vizioni dhe dashnia me bëhet diçka, bëhet edhe pa shpenzime të mëdha, bëhet pa projekte, bëhet pa financime, bëhet pa nevojë alokime të ndryshme të fondeve, pra bëhet me pak lek mund të bëhen gjëra të mëdha. Çosa është dëshira, patjetër, çdo gjë zjarrim nga vetja. Zjarrim ka një shumë të vogël edhe bëhet, do të thonë, mund të jetë banale më diskutu, por kena shpenzuar afërsisht 20.000 lekë vjetra me bëhet punë. Kena blej shiritin, kena blej brushat, nuk kena shpenzuar si gjatë tjetër. Përveç që kena shpenzuar ata miljat për loteshat tona, sepse kena atë nuk e llogarisim për fatin e keq. Po mirë sa të ju fillimisht keni qenë një grup jo shumë i madh, miqësor, shoqëror. Edhe më pas, siç është ai Orteku që vjen e zmadhohet në kuptimin e mirë të fjalës, keni mbërritur në një numër të madh. Ja, për shembull, veprimtaria e fundit në lumin e Shalës kishte mbi 300 të rinj. 350 të rinj. Janë nga Shkodra apo dhe jashtë Shkodrës? Shumica kanë prej Shkodrës, por kanë ardhur edhe persona prej rrethave të tjera të Tiranës, Durrësit, Elbasanit, por kanë ardhur persona të ndryshëm që na njekin, që na mbështesin, që kanë dëshirë me art aktivitetet tona, që na shkruajnë me kohë që a doni më hap Tirana, a doni më hap Durrës, një ekonomie, ne sugjerojmë që ka organizata të tjera që funksionojnë në këtë mënyrë si funksionojnë ne, i bashkojnë edhe aty, sepse mundësia jonë si po diskutoshim është më najtë në Shkodër, se vullnetarizmi jonë është në Shkodër, ne kena shumë në Shkodër që na mbështesin si me bojën, si me brushen, si ndoshta me një makinë për me shku në një vend të larg, si me mbështetjen e disa ushqime, pra ne kena mundësinë për momentin, ne që ne jena pa projekte, pa buxhete, pa financime, me najtë në Shkodër. Sikur kishin pas projekte, sikur kishin pas financime, ndoshta mund të ishim edhe hap në qytete të tjera. Por ne jena të fokusuar në Shkodër më shumë, jo thjesht sepse dona Shkodrën shumë, por sepse mundësia ekonomike për ne është kjo që është. Natyrisht në rrugën tuaj të këtyre rreth 3 vjet keni patur veprimtari të shumta. Ju përmendët në fillim, siç u ndala dhe unë, në veprimtarinë
lumit të shalës, por veprimtaritë kanë qenë të karaktereve të ndryshme, jo vetëm në qasjen për natyrën, por edhe veprimtari me karakter social të theksuar, veprimtari që kanë të bëjnë me probleme që lidhen me ambientin, me raportin e njeriut me realitetin e prekshëm. Është kjo qyteti jonë që ka të njët, ka këqijat, ka të problemet e veta, ka nevojën për shërbime, ka shumë nevojët në që mund të ketë çdo qytet e Shqipërisë dhe i botës. Ne të kenë pranishëm Shkodër, të kenë aktiv, të kenë tankohen terren, po me të arsyeshme që më përhap. Ja thjesht atë të pjesa. Më falni, dua t'i bëj regjisë, ju lutem muzika të mos na përfshi. Atëherë për të kenë që jenë në terren, tankohen aktiv në Shkodër, lëvizjen e biçikleta, po me të arsyeshme që më marr me prek edhe pjesë tjera sociale të jetës tonë përditshme. Ja thjesht një udhtim me biçikletë, ja thjesht një pastrim, përse ja edhe një sensibilizim, me kanë shërbim qytetit, ne kena i nisëm ne me qyteti, që rasti urës bunës ishte përfshim tek ja nisë, kena rregullu stola, kena rregullu kosha, pllaka e tjerë, pra me prek pjesën e çdo pjesë që qyteti mund të ketë nevojë. A rregullan një bashki, një ministri apo janë për ne nuk ka rëndësi ka herë, ne kërkojmë, ne advokojmë që ata me rregullu, që ose ata nuk janë tek ja fazë, ne vazhdojmë vetë. Pra te pjesa logjistikës, ne kena prek pjesë sociale edhe të bamirësisë, ne kena pa disa raste nevojë familje që ne kena ndihmu, po ashtu na përfshi edhe të aktivitetet artistike si me poezi, me koncerte. Të mos I kalojmë shumë. Po patjetër, pra të thonë te pjesa që ne na përfshi te pjesa mjedisit, ne kena menduar që më përhap me shërbësa më shumë këtij qyteti. Ti qyteti që neve na ka dhënë më shumë se sa I na ty dhënë ne. Prandaj ne na gjithmonë që duhet me kanë sa më afër me shërbësa më shumë sepse ky qytet na ka dhëruar shumë. Na ka dhëruar krenarin që kena ne vetë si Shkodran, sepse më përpara ka kanë disa persona që kanë rritë vlerat e Shkodrës, pra dhe ne duhet me kanë një stat jashtë ata sepse ne nuk mund të arrijmë ata, po kanë me përfaqësuar mënyrë më denj. Po çdo njeri mund të shkruaj në jetën e tij faqe të mira në ditarin e. Sot kena mundësi ne me lënë këtij qyteti atë që kena më shumë mundësi, domethënë ne lënë mundësi pjesën e sa më shumë mbrojtjes së saj, vlerave të saj dhe promovimit të qytetit. Ne pak misioni jon ky është, mi shërbyer sa më tepër me lënë një gurë të mirë. Në një aksion më të fundit më ka bërë përshtypje pastrimi I territorit të Bregdetit. Si keni arritur, është vetëm një nga këto 300 e ca veprimtari që ju keni organizuar, si arritët ju të mblidhnit kaq shumë vullnetar dhe të arrisni këtë ndjenjen e vullnetarizmit në një aksion mbreslënës, do thosha, krahas faktorëve të tjerë, sepse nuk duhet t'i mohojmë, përkundrazi se cili bashkia ka patur një rol, por edhe organizata të ndryshme në mesin e të cilëve jeni ju e komendi që keni organizuar një veprimtari mjaft suksesshme, do thosha. Darja Bunës ka një krejt lumi buna për ne është diçka, më tham shumë e shajt për vetë dashni që kena ne për qytetin. Për pjesë liçenit, del një lum në lumet më të veçantë që ka botës që rrjedh direkt për një liçenit, edhe që kanë kalën gjithsa fshatna deri në det. Përshkruaj këtë mënyrë sepse kohë të fundit kena pa që lumi buna ka shërbuar më shumë se një kazan të madh meteorinash, kur janë hallë me qindra me mijë meteorina çdo ditë. Si përfshimin për liçenit, bizneseve, fshatnave e janë ndër të ndet. Por edhe mbetjet e tjera. Patjetër, prandaj përshkruar këtë pjesë. Do pa që ishte një problematikë shumë e madhe, jo vetëm turistike, por mjedisore. Prej kohësh ne kena advokuar dhe kena kërkuar një problem tillë që më pash me shkoni fini njerëz shikoni që është në oll. Por ne kena filluar me pastrimin liçen, me pastrime offer bypassit, pastrime të vogla sa me tërheq vëmendjen që shikoni se çfarë gjendje tash, dhe kena ardhur deri sipër. Aktiviteti I fundit që përmend, domethënë, përmend ku tham kuptimin sepse ishte një sukses të kanë qenë mbledhen afërsisht 9710.000 ton meteorina. Konton Shqipëri nuk mundesh të mbledhë shumë meteorina, po ne mbledhëm ato ishin afërsisht të 1000 persona që morën pjesë. Aktiviteti parë që ne shkuam me Darjes Bunës ishte me 20 persona. Kur ishte kjo pjesa që ne duhet me tërheq vëmendjen, sepse duhet me ditë që aktivitetet pastrimet natyrë është e fjala sensibilizuese.
Sensibilizimi është që ne përveç që mund ta pastrojmë natyrën, që i shërbejmë natyrës, por është edhe me të rregull me tregu disa personave që çajin të bë. Është me tregu disa persona që janë disa të tjerë që janë të pastruar për ju. Pra, i kjo është pjesa sensibilizuese. Dhe nëse kanë marrë pjesë 1000 persona asnjëherë nuk do ta dëmtojnë natyrën. Dhe familjet e këtyre 1000 personave do të jenë gjithmonë në mbrojtje të natyrës. Kjo është edhe qëllimi i shumë pastrimeve. Pra, erdhi aktiviteti parë me 20, mase mrapa ne ftume disa si ministrin e mjedisit dhe zonën Voltan Adami, kryetarin e bashkisë. I ftuve më arë me pak këtë problem që është, sepse është sinqerisht një problem shumë i madh, sepse afër 10 metra më larg kishim malin e zi, një ishull fantastik që ata kanë afër, kur është në pikat më kryesore të resurseve të ekonomisë turizmit që ka mali zi, kur me miliona euro derdhen për ditë atë, por ne kishim një kazanë me të në shnajna, 10 metra më majnën, një resurs, një bank të madhe mund çuj me euro, kur ata përfitoshin për asaj zonë. To kanë që një bukuri kaq më e madhe është e jona. Ata e shfryzojnë në mënyrë më të mirë, pse edhe ne mos më kujdes për natyrën, pse edhe ne mos më kërku që kjo pjesë më mbrojt, sepse është edhe një mbrëm të resursit zonë të mbrojtën e pjesë. Erdhi aktiviteti i dytë pra që erdhi Klosi, pa i problemin e madh, për ne është shumë sukses kur vjen një ministër për fushimet e lloj aktivitetit që ne jena të organizuar, sepse tregon që ne pa lëvizim edhe shtetin për më reagu për një problem, sepse ne nuk kena të zot me zgjidhja problem. Sepse po flasim për cili ishte rezultati? Rezultati ishte që në aktivitetin e katërt ministri erdhi me tanë institucionet e tija të tanë Shqipërisë, përfshivi ata me aktivistat tonë në përfshime bëmi një aktivitet shumë të madh, kur kuptohet që kur jeni në 1000 persona përfshim të një aktivitet normalisht që ka më pastru krejt e zonë. Pra, mas shumë viteve, mund të thamas, është këtë herë mas 20 sa viteve, se kur në ka fillu jeta 90-ën edhe, po ideja është që mas shumë viteve që veripojo bë aksesueshme për persona u pastru me 10 ton me torina, kur atë shumë pastru sepse ne kishim pikën e metjeve shumë larg, se kishin edhe probleme edhe me tret ata qeset. U pastrua shumë sa që për ne ishte një sukses shumë i madh, ishim shumë gëzuar sepse atë kërkuame, kena kërku tash i vet që ai vend më pastru që ja dolme. Ja dolme me dashninë që kishim për atë vend, ja dolme me njerëz kur bashkëpunim bashkë. Këto persona erdhen nga shkollat e mesme, universiteti, si kontaktuat me to, sepse mjaftan një thirrje, mjaftan një thirrje kur tjerët më bashku, mjaftan një thirrje edhe një mesazh i bukur që duhet më dhanë, sepse unë tham shpesh, ne thojmë shpesh që partë tona kanë trashëguar një natyrë shumë bukur, shumë të mirë. Edhe neve fëmijëve tanë duhet më trashëguar këtë natyrë në mënyrë më të mirë. Jam më trashëguar një koshmall me dorinash, me metje. Kështu që kur bën jepin mesazhe atje përfshihen shumë persona, po duhet sinqerisht në thashmë përpara përveç trive që kanë ardhur, janë edhe më shumë institucionet e Ministrisë të Mjedisit që kanë ardhur, si Shkodra, zonat e mbrojtëna, si zonat e mbrojtëna tanë Shqipërisë, Inspektorati Mjedisit e tjerë, dihet punojësit e shtetit sa shumë janë, por ka kanë thirrje, pra do bëj një thirrje të mirë, do bëj një sheh, një mesazh shumë të mirë pozitiv për Shkodrën, atje personat bashkohen. E rëndësishme më dhanë mesazhe pozitiv. Keni marrë edhe më fal se patëm në pres, e rëndësishme thonë që te ky aktivitet shumë i madh, më tham vetë, të pas që ishte një numër i madh shumë personash, një pasim shumë i madh, ishte krejt as pas sponsorizim, as projekt, as buxhet nuk kena pas, por ai aktivitet që malla bë krejt në mënyrë vullnetare, edhe pse ka ministri vet. As kena pas asnjë lloj fondit. Shumë bukur. Ndërkohë që edhe në mbjelljen e pemëve keni marrë pjesë në fillzimin? Po, ai ka kanë edhe nisëm që një anër e vjetër që ne hallme si ide në muajin tetor, nëse s'gaboj. Ishte mas javës të lëvizshmërisë, një javë rreth që ne organizuame të 13 aktivitete për një javë. Ishte një javë plot kur ne bëmë një mjellje të vogël, 30 fidanash në Terabosh. Edhe me numër që me bëllë të pa vendin sa i bukur është, të pa një aset shumë bukur natyror që ne kishim si afër Shkodrës, në hyrjen e Shkodrës, ne quajmë edhe balkoni Bunës, pra një pjesë kur duket lumi Buna krejt poshtë, kalaja, liçeni, Alpet, lumi Kier, drejt pa i përmendit tona sepse ne kam në sy atë pamje fantastike. Edhe me numër bëa një nisëm tillë ku ne quajmë më shumë frym për Shkodrën. Më shumë frymë për Shkodrën, jo vetëm fidani, jo vetëm pema që jep oksigjen, por më shumë frymën e bashkëpunimit, pra. Më bashku shumë persona bashkë me shërbim këtij qytetit me mjaft disa secili atë fidanin e vet. Edhe në numër përfshis sa më shumë persona, idenë që secili me pas atë pjesën e vet të konorës gjelbër të zonës, që
ashtu mund të them që edhe pati sukses të pa që përfshinin shumë kopshte, shkollat mesme, universiteti, deputet, njerëz thjesht, biznese, etj, pra mund përmendë shumë persona që janë përfshirë. Diçka shumë e bukur, po meqenëse se kjo veprimtari I përket muajit tetor. Çfarë bëhet me këtë balkon të bunës që ju keni kontribuar? A vazhdon të ketë rritje gjelbrim? Patjetër. Tetor u lançu si nisëm, ose ne filluam në dhjetor janar me mjedhjen e fidaneve, u mbledhën afërsisht 6145 fidan. Që është një lloj eksperimenti që zakonisht për shumë vitesh ajo zonë është mjalla, është më mjalla, nuk ka pas sukses. Por mund të më thonë që ditërisht dhuren tonë fidan. Gjë e bukur shumë. Pat me fat përveç që normal që kur bën diçka me dashni edhe mund dalim me sukses, por pat me fat që diçka afërsisht mas 2 javë që fidan u mjalla ra një borë shumë e madhe që u semani më në fillim vitit. Edhe ajo bora sikur e njësaj tokën, sepse rëndësishme gjithkosh ndoshta mund të japim leksione fidane ashtu, mumi kanë super, ne kena mjall fidan me dhënë vet. Një dhëje që merrem në kubik. Edhe dhëja duhet mu afrut edhe ajo tjetër që është në tokë. Nëse njësohet dhëja e fidanit me dhënë e tokës, atëherë është suksesi më i madh. Bora që ra, që na ndihmoi, njësaj dhënë edhe patëm një sukses për mos 18 viteve për hir të parë të dalin fidan, mjallën. Që jena me shumë fat, ne kena shku... Këto fidan të gjithë kanë mbirë dhe janë në lullëzim. Janë në lullëzim, ne do të shkojmë vazhdimisht ajo zonë për më kujdes, sepse ata inxhinierët e pyetën, thonë që të nuk marraj, suksesi I parë kryvi, shumë mirë, por tash duhet me ujit ata, duhet pakin 2 herë në muajin e verës për me ujit. Pra dhe ne aty do t'ja dalin sepse kena menduar që çdo person që ka kontribu për atë pjesë, më shku me ata me shishe, në mënyrë simbolike me hall, por me shpresën që do të bashkanojmë edhe me zjarrfikën e Shkodrës, do shkojmë edhe aty të kujdesin për atë pjesë. Mirësat veprimtari të tjera të karaktereve gjithmonë në ombrellën sociale, por edhe që I drejtohen kulturës, siç ka qenë festivali I poezisë. Po, ishte një festival që para në fillimit e komandës fillai krejt në mënyrë shoqërore. Në Shkodër ne kena shumë miq edhe faktikisht shkruajnë shumë poezi, janë shumë dashur me poezinë, me letërsinë e tjerë. Filloi një krejt shoqërore, edhe pse aktiviteti I parë që organizu të Shtëpia Almës, organizu aq bukur, aq thjesht, edhe pse ishin 60 sa poezi, 60 sa të shkruas për Shkodra, ka këtë pasoni, këtë gjatë bukur. Do mendoj që ne kishim një shoqëni të afërt me poet, me krijues, atëherë krijuam festivalin e poezisë të pabutume. Atë një mazditë e vjeshtet, një shtëpi vjetër shkodrane, me gjethe, me letra të lidhën për pemë, fillai shumë këndshëm. Pati një sukses shumë të madh, atëherë ne vazhduam ne menduam me kthyer në traditë, por e krijuam çdo fillim stinet vjesht, filloi me vjeshtën, ndihmën e tjerë. Pat një sukses sepse njerëzit e panin që është nevoja me kriju diçka të tillë. Poezia pabutume ka edhe simbolikën që të lejon me lezu dhe një person përveç që nuk është libër, poezitë të mbledhuna prej celularit, për funksionëshe libra kur lezohen, për të një letër e vogël që nuk ki pas guxim për me publiku ose me butu, atëherë ne menduam që këta poezi të bukura, këta poezi të shpirtit, çdo poezi është shpirtit, por një poezi që është e rujtën te një çoshë libër që ti të kolon një mbres, mendoj që është një poezi shumë e bukur. Ne menduam për promovu poezitë e talentit, ja vetëm poezitë edhe aty ne me promovu një poezi të bukur që ndoshta një person nuk e din që është dikush. Atëherë ne arritëm tash me këtë bisedë që ne bëmë te festivali I parë në edicionin e 9-të. Janë kriju në edicione dhe mund të thënë që çdo gjë ka shku në rritje të festivalit, të pa poezitë e zgjedhura, të pa ashtu se ne e shtruam me festivalin, të pa edhe pjesëmarrjen. Sepse në fillim festivali I poezisë, ndoshta shpresoj që nuk do ta zgjas për festivalin e poezisë, por atë që është shumë e bukur sepse ka rrit në rritje, sepse filloi me mitësinë, me 60 poezi të zgjedhura, mos e mbrapa të bën, të kanë që pjesëmarrësia është shumë e madhe, publiku filloi në rritje, menduam që ne bëhet diçka më serioze, sepse mos e mbrapa filloi me juri. Po, tani që Stina e Verës është ka shtruar rrugën e saj, mendoni që do të ketë një edicion tjetër? Patjetër, mendoj që edicionin e 10 me përmbyll me diçka shumë bukur, sepse kur thash ka filluar rritje festivali poezisë, juria ne kena poezinë e këngës, poezia më e mirë, interpretimi më I mirë,
poezia sociale e tjerë, ne mendojmë që në rritje tash kanë marrë shumë njerëz të rëndësishëm letërsisë, me çfarë edicioni 10 dhe mendojmë që me bë ofër ujë me çfarë Stina Verse, sepse ne na mundu çdo festival me lidh me Stinën, por edhe këto përveç artit ne mundona prap natyrën e përfshit, që është edhe ideja. Se çdo festival ka pas edhe arredimin e natyrës, ne kena bërë për shembull festivalin para kafes malle. Është një festival përveç që prek natyrën edhe Stinën, prek edhe pjesën e artit, pjesën edhe advokimeve, ndërtesave të namazdore. Kafën e madhe kena bërë te Vila Zogu, kena bërë te shtëpia e Pashkovas, pra një muze që tjerë të rinia nuk e njeh, pra na mundu me prek çdo detaj që përveç artit, promovimit artit, për me qulla edhe Shkodran të poezia, por edhe ato ndërtesa që ne i kena dashur gjithmonë për qenë pak lanë mazore. Pra, me sa po shoh e komendje rock një gamë të gjerë ndjesish rinore, kanë të bëjnë jo vetëm me arktimin, siç janë festat në lumin e Shalës apo të tjera, kanë të bëjnë me qasjen ndaj natyrës, por edhe me kontributin e dhënë për të në pastrimin e brigjeve, në lyerje, por edhe në ndjesitë më të brishta siç janë poezit. Edhe të tjera, nëse do të vazhdojmë, do të kemi një kohë të konsiderueshme për t'i përmendur të gjithë. Dhe të gjitha me një të veshur me një fantazi që lidhet natyrisht me realizimin e tyre. Ju si organizat keni një strukturë të veçantë, dikush merret me veprimtari, dikush me anën sociale, dikush me... Pra, çfarë organizimi keni? Patjetër, bordi është ai bordi i vogël, gjithmonë jepen ide për nisma të tilla, ne gjithmonë i thojmë antarëve, vullnetarëve që ai që ka një ide mund të më dhanë dhe mund të kriju atë aktivitet. Ai që ka një projekt vogël mundet me zhvillu, pra ne japim suportin gjithkujt, që bëj edhe thirrje që ka dëshirë për trive Shkodran, jo vetëm trive, se organizata tamam mund të nëna tri edhe mund të thonë ka herë organizata rinore, por të organizata që të shikojnë fotot janë edhe një pjesëtar, një kuadër pjesëtar mosha caktuar të mëdha. Pra ne bëjmë thirrje çdo trio, çdo personi tjetër që mund të ardhë, më bashku me ne, që ose kanë ëndër me kriju për veten e vet edhe që mund të japin qytetit të tij, ne mundem me mbështet, me të realizuar aktivitetin edhe në mundësinë tjera, domethënë. Pra është thirrja. Në çdo aktivitet që organizohet, jepin ide me organizatë, mënohet të arsetohet. Gjithë secili ka atë koordinatori pjesë sociale. Kemi qendrën. Qendra është para kinemas, te Hussein Mikaza është para kinema Millennium. Pa, mas shtëpisë oficerave. Aty është qendra jonë, që është krijuar organizata. Prandaj thoshte shtëpia Almes, aty ku ka krijuar festivali i parë. Një shtëpi e vjetër shkodrane. Mirë, pas gjithë këtyre informacioneve, Mirsad Basha është lideri i kësaj organizate. Në fakt, kush është Mirsad Basha? Çfarë mund të më thoni ju për veten? Hera parë që ma kanë bërë këtë pyetje ndonë të ftesa, Mirsad Basha mund të them që jam një person i thjeshtë i këtij qytetit, një qyteti që më ka dhënë shumë, ka dhënë krenarin, ka dhënë dashnin për çdo lëvizje që unë bëj në biçikletë në shaf qytetin me adhurim. Tu kanë që shaf qytetin me adhurim, që kanë që jam shumë i lidhur me atë pamjen e kalas, me liçenin. Unë jam ai që çdo gjë që është kriju për ekomendin, çdo gjë që kena kriju, jam ai që qyteti më ka dhënë shumë. Jam një person shumë i thjeshtë, kur në ditën time e bëj me biçikletë, e shikoj qytetin e preku, e marr frym qytetin. Po, Mirsad, këto janë ndjesit tuaja, po cili është formimi juaj, profesioni, qasja me njerëzit, me familjen? Unë kam një vajzë 5 vjeçe, faleminderit që quhet Hana. Hana, prandaj aki me bashortën. Patjetër. Një emër të tillë. Patjetër. Në hapet e parë bashkëm bashortën time Hana apo Hana? Hana, Gegnisht. Po çao Gegnisht. Edhe festivali poezisë për Gegnisht është që ne jena në mbrojtje të Gegnishtit. Ku bashkë me bashortën time kena filluar ta xhana, ajo është në krau jemi ideal për çdo nisëm, edhe për veti edhe është edhe poete. Edhe pse kur të ndëgjojnë kam thënë kush është Eri Omari. Përshëndetje Eri. Emri i saj në Facebook, prandaj thotë Eri Omari që tjerët edhe mund ta njekin. Pra jam një person që
i thjesht kur mundohem që në jetën time të përditshme me bë sa më shumë nisme ose me përfshi sa më shumë persona në këta aktivitete. Si profesion jam fotograf për momentin, merr me disa projekte të parkeve kombëtare. I këta janë ardhët e mia të vetme që kam të aktivitete që bëj, çdo gjë që unë siguroj për të ardhët mia përfshihet e ekonomia. Por prandaj unë thash fillim jam një person i thjesht kur në shumë probleme qytetit mundona më kanë sa më afër, edhe pse mund të them që me ekonomian kena pas me organizatën kena pas edhe të çështje të tjera qytetarë kur disa nuk na kanë kuptuar se nuk na kanë menu, sepse të kanë që u përhap kaq shumë edhe kaq shpejt menune që kena mrapa. Prandaj thash jam një person i thjesht me kuptuar që ekonomia nuk mbështetet për asnjë lloj grupimit, asnjë lloj partie, asnjë lloj me organizma të tjerë, qoftë organizata mund të them që tonë organizatat e Shkodrës ne kena bashkëpunuar, në tonë organizatat që ka Shkodra, mendoj që jena të vetëm që i kena mbështet me aktivitete, ja me mundësina tjera. Ashtu kena bashkëpunuar me bashkinë, me ministrinë, me institucionet ndryshme, midisore, shëndetësore e tjera në Shkodër. Pra ne na përfshijmë në tanë qytetin edhe bashkëpunimi me ta domethënë ka kanë thjesht në aktivitete, në mundësina, as fonde, as financime, as gjë. Pra edhe në kohët e fundit ne na kanë ardhur disa ministra në për aktivitete, apo ka ardhur vetë kryetari i bashkisë. Edhe ta çështje qytetarë ka herë nuk janë pozitive sepse nga që disa na dojnë, na mbështesin, po më mbaj që doli një organizatë shoqënie civile që nuk ka të përfshirë politik. Po kur na shohin që na vjen ai ministër ose kryetari i bashkisë nuk e kanë fort me qejf. Sepse thonë ja rrini ata që jeni. Por unë mundohem pasam këto prapë, por ja them edhe sa herë edhe kur komentoj, është shumë gjë pozitive kur në nismat tona vjen një ministër kryetari i bashkisë, sepse tregon që ja dolme thjesht për me tërheq vëmendjen, për marrë se ne nuk mund të sillshim atë problemin e pastrimit darjet bon. Nuk mund të zgjidhim pa ministri vetë i mjedisit. Nuk mund të zgjedhin për shembull urimin e gjakut nëse nuk vjen një ministër e shëndetësisë atë. Etj problematika. Pra duhet të thonë qytetarëve që kur vjen një ministër, kur vjen një kryetar i bashkisë, ajo nuk ka parti, nuk ka politik kur vjen drejtori ose supermarket. Politika nëse vjen deputeti, nëse vjen bëhet fushat. Ne deri tash në 3 vite na kanë bërë shumë tesa politike, në tonë anë e partive, në tonë anë të partive, në tonë 5 parti politike na kanë bërë ftesa, ne kena regjistruar, nuk kena bashkuar, kena thënë që misioni jon është kjo që është deri tash, që misioni jon ka vazhduar në këtë kuptim, në këtë dashni të madhe që kena për çdo 5 fushë të Shkodrës, nuk kena përfshirë më që kena vazhduar kështu. Dhe në mënaj të fort. Mirësat, unë besoj që me këtë ndjesi kaq sociale, kaq të bukur për qytetin, veprimtaritë do të jenë të shumta. Edhe të sa afërmi, kam parë që keni bërë një ftesë për grykat e Selcës. Po. Shumë sa afërmi? Po, në Vivarin e Selcës, kena shkuar përsërisht 3 herë të pjesë, dhe faktikisht fillimet e ekonomit pa preku Vivarin e Selcës, pse? Fillimet e ekonomit kanë kanë të nisme auto me biçikletë, ka kanë nismet e para që kena organizuar çdo dile, ka kanë që thjesht me rinin me rikthyet e biçikleta. Ja se nuk ka, ne nuk e kena kriju biçikletën, biçikleta është e Shkodranë, po ishte e rëndësishme që me rikthy një traditë udhëtimin me biçikleta, si ata të vjetrit që ne na marrin prindër për biçikleta, shkoshin break trans, marrin një bastan e veti, buke gjas, pejtë që kena pas mundësi. Edhe un jam një admiruese e biçikletës, madje me bashortin dhe djalin ndërmarrim shpesh udhëtime, jo vetëm në qytet, por edhe për rreth në fshat. E kjo ishte e rëndësishme, por kjo traditë familjare që keni ju me rikthyet një rinim me kuptues se sa bukur është natyra. Pra ne të kjo udhëtim ja thjesht për biçikletën, por me prezantullën me trit me resurset e bukura që ka qyteti. Pra ne kena shkuar në disa pika shumë bukura që trit nuk mund ndoshta nuk kishin shkuar ndonjëherë, përveç ekskursioneve që ata nuk i dishin ata pika, por të paqen ne filmi të prezantoj trit me pikat e bukura të natyrës, Shkodrën e prezantoj me krep, më që mos zanoj fije më tepër. Ashtu edhe për Selcën. Selca është një pjesë shumë e bukur që ka në Mitamar, në Kelmen, kur është në rivaret më të mëdha që ka Shqipënia, por është një pjesë e panjoftën pra. Është mas maleve edhe që kur do ta organizoni këtë? Ne këtë shtunë, edhe pse jena të pa faktikisht ndoshta edhe mund ta shtyjnë sepse koha është e keqe në Alpe dhe kur ka vetime, kur ka shi duhet me largu majeve të maleve. Gjithsesi, o këtë shtunë ose shtunën tjetër, ne do të na pat të mujtën këtë udhtim. Do të jetë një ditor?
Apo një ditor, ajo mund bëhet me një ditë sepse atë nuk ka logjistik, nuk ka hotele gjëra të ndryshme. Keni marrë mbështetje, janë të interesuar? Po janë shumë të interesuar dhe ne kemi bërë grupin gati përveç se pra duhet me studiu kohën, sepse në përmalje në për eksplorime nuk mund bëhet diçka e tillë. Mirësand, këto veprimtari të shumta natyrisht nuk kanë si të mos ngazëllejnë për shumë faktor, por në radhë të parë për vullnetarizmin, për atë qasje kaq të bukur që ju keni si organizat që përfaqësoni, për Shkodrën, për resurset e saj, për ndjesitë që do të ketë shumë qytetar në mbrojtje të qytetit, jo në mbrojtje ndaj armiqve, kuptohet, por në mbrojtje të vlerave dhe në nxjerrjen në pak të tyre. Gjithsesi, unë tham armik është edhe që me Turina, Natyrisht, duhet të shikohet. Kuptimin. Natyrisht. Do të dëshiroja që edhe në emër të dëgjuesve t'ju falenderoj për së tepërmi për këtë bisedë që kishte shumë ngjyra që lidhen me panoramën e mrekullueshme që ka kompleksi natyror Shkodër, ku gjen të gjitha llojet, Zoti e ka bekuar, do të thosha, të gjitha llojet e relieveve, mundësive natyrore, dhe që të kesh një qasje kaq pozitive, një marrëdhënie kaq të bukur dhe të afrohesh drejt tyre është një mrekullim. Përveç kësaj edhe veprimtari të tjera me karakter të parafort, por gjithmonë që sintetizohen në dashurinë për Shkodrën. Të falenderoj shumë. Besoj se me këtë dashuri për Shkodrën do të fitoni gjithmonë më shumë mbështetës, ashtu siç dëgjuesit besoj t'u ndim kokën në shenjë aprovimi për të gjitha këto marrëdhënie që ju keni me problemet e saj. Shumë faleminderit që në bashkullët e nismat tona, sepse ne i bashkuese, bashkullët tona promovut, po tjetër, edhe kjo është ajo që them më përpara, kjo është shumë e rëndësishme te çështjet që ne duhet në bëhet të qytetit, të voluntarizmi që ne duhet në pas, të dashnia, të femininitetit që ne duhet në pas të këtë qytet. Që shumë faleminderit se sa na lançohet disa aktivitete që na u bashkova dhe që me shpresën që mundesh më arë, ju ftojmë edhe ju në aktivitete, ftojmë edhe tjerë që na dëgjojnë. Natyrisht edhe moshat i keni përfshirë. Kështu që unë afër moshës rinore, patjetër që do të jeni në mosha ju është shumë rregull që mund vini kudo. Mirësad, të falenderit edhe një herë. Të uroj çdo të mirë në ecurinë tënde, por duke qëndruar në pozicionin e Mirëmëngjes Shkodër. Do të thosha se programi ynë është gjithmonë promovues i vlerave, i nismave, i veprimtarive të shumta, i personave që kanë një ndjesi kaq pozitive dhe shohin realitetin me syrin neutral për të ndikuar pozitivisht mbi të. Edhe një herë faleminderit, dhe kjo do të jetë një nga ftesat e radhës që organizuam sot për të ardhur mbase me të tjera projekte, me të tjera veprimtari të realizuara, me të tjera mesazhe. Po tjetër, ne kemi ëndra i tash afër, shpresojmë që ëndra që ne kemi i tash ka më promovuar shumë sa që mendojmë bëjmë një revolucion të madh mjedisor. Kështu që nuk do ta them tash, por shpresoj që të diskutojmë për këtë. Po tjetër, shumë afër. Faleminderit, mirësat.